duket si e pamundur sigjil për ankasht, ne vëmë re që me përpjekje, duke kryqëzuar edhe informata që sjellin familjarët, duke pyetur njerëzit që jetojnë, është një atribut që na e dha Kuvendi së fundmi, para 2 vjetësh, që kemi krijuar edhe një strukturë që mund të pyesim në kushte konfidenciale edhe dëshmitar të kohës, njerëz të përfshirë, po fillojmë dorë të qartësojmë nga një anë vendvarimet, deri më sot janë evidentuar 120 vendarimet të dyshuara. Për këto neve po bëjmë hetime, po vëmë shenja aty ku hetimet qartësohen, po vëmë tabela, bashkëpunim me kushtetin vendor, për të parë kush janë në të vërtet të bazuara si dyshime apo kush nuk janë, për t'i mbrojtur nga tjetërsimi, për sa kohë po zhvillohet gjithandej, të paktën të ruhen aq sa mund të ruhet, dhe nga ana tjetër janë historitë personale që ne dhe aty po bëjmë gërmime dhe po shikojmë edhe përmes konferencave kombëtare për të zbuluar fenomenet.